po i detyrojnë në një farforme që me dërgu fonde për me rinovu shkollën. Për shembull, për pajisjet kompjuterike, për klimat të ndryshme, madje edhe me ly shkollën. Në shkollën Hasan Prishtina zakonisht prindërit i paguajnë testet e fëmijëve, çdo aktivitet që bëhet në klasë, mandej edhe nëse bëhen dollapa, nëse bëhen perde, çfarëdo ndryshimi ose investimi që është e nevojshme me u bë për fëmijët në klasë, organizohen prindërit. Jemi përpara shkollës Hasan Prishtina këtu në Prishtinë me ankesën e shumë prindërve të cilët kanë shkruar në redaksinë e televizionit ton se nxënësit të cilët vijojnë këtu mësime, stafi arsimor, përkatësisht drejtoresha, po i detyrojnë në një farforme që me dërgu fonde për me rinovu shkollën. Për shembull, për pajisjet kompjuterike, për klimat të ndryshme, madje edhe me ly shkollën, e shumë prindër e cilësojnë këtë si shqetësuese dhe thonë se po na jep shumë presion vetë fakti se kemi me dërgu mjete financiare në shkolla. Edhe thanë edhe me ly shkollën, me vnu perde, projektora. E do me thonë komuna nuk është mirë me këto çështje, për shembull nuk e rinovan. Absolutisht, as komuna, as shteti, as kërgjone. E disa prej prindërve kanë më shumë se një fëmijë në këto shkolla ku duhet t'i financojnë secilin prej tyre. Në shkollën Hasan Prishtina zakonisht prindërit i paguajnë testet e fëmijëve, çdo aktivitet që bëhet në klasë bëhet prej anës prindërve, paguhet, përgatitet buxheti në fillim të vitit. Kur vjen puna me bëni ndryshim në klasë që është i nevojshëm për fëmijët, është nevojë, nuk është luks. Ato duhet me pagu prindërit, mandej edhe nëse bëhen dollapa, nëse bëhen perde, çfarëdo ndryshimi ose investimi që është e nevojshme me u bë për fëmijët në klasë, organizohen prindërit. E na pikërisht këtu kena ardhur me fol me drejtoreshën e shkollës Sofie Bunjako, por nga stafi i saj thanë se drejtoresha nuk pranon të prononcohet fizikisht, vetëm se kërkon t'ia shkruaj një email dhe ajo do të përgjigjet. Përgjigje nga Ministria e Arsimit. Në lidhje me shqetësimet e ngritura, sqarojmë se çdo mbledhje apo vendim për blerje të materialeve apo përkrahjeve financiare organizohet nga Këshilli i Prindërve, i cili funksionon në mënyrë të pavarur. Stafi arsimor nuk ka të drejtë dhe as nuk ushtron presion mbi prindrit për kontribute financiare. Çdo iniciativë e tillë është vullnetare dhe vendoset vetëm nga prindrit brenda këshillit të tyre.